Drejt titullit edhe atë mëse të merituar, do të kisha thënë, nga ajo që ka treguar deri më tash, edhe pse nuk është ajo shkëndi, nëse analizojmë kur ishte kampion dhe kur kishte një rival Vardarin ato vite. Ajo shkëndi nuk mund të krahasohet me shkëndinë e sotme. Është një shkëndi, mirë po që i shkon në favor edhe konkurenca, ndaj edhe është në këtë pozitë. Po të kishte një konkurencë më të madhe, vështirë do ta kishte edhe shkëndia. Megjithatë, fati i tyre është që nuk ka konkurencë shumë të madhe në kampionatin vendor këto vitet e fundit dhe më në fund është prap titull dhe ky titull shënohet domethënë në historikun e Shkëndijës së Tetovës. Kjo skuadër e meriton me gjithë atë armatë të tifozëve që ka pas vetes, por edhe me një sponsor aq të fuqishëm dhe shumë domethënë solid gjatë të gjithë këtyre viteve. Me vërtet është mëkat Shkëndija për ta diskutuar titullin e kampionit me këtë konkurrencë që ka, nëse analizojmë për shembull buxhetin që ka, pagat që i marrin me kohë, gjithçka domethënë që është funksionon në aspektin domethënë do të kisha thënë që është tek presidenca, domethënë janë shumë ferr nga ajo që kemi informacionet, pasi që deri më tash Shkëndija asnjë proletare nuk mund të ankohet për pagesa të vonshme ose kujt di çfarë. Domethënë dhe në kushte të tilla kur i ke të gjitha kushtet, të gjitha parametrat dhe prap të luftosh me ekipet, pasi që viteve të tjera madje edhe nuk ishe në konkurrencë për titullin e kampionit, apo kupton. Dhe kjo mua pak disi më çudit, po ndoshta edhe konkurrenca e bën veten, se kur ka një konkurrent pak më të madh, ndoshta bëhet futbolli më interesant siç ishte ato vite kur ishte edhe Vardari, por edhe Shkupi deri diku domethënë ju bënte çdo herë presion nga mbrapa. Domethënë mungon në këto vite. Tash Struga Trimlum 2 vitet e kaluara ishte mirë, po këtë vit po stagnon, edhe pse nëse analizojmë boshtin e futbollistëve që ka Struga Trimlum, ka ndoshta edhe ekipin më të shtrenjtë në kampionat. Megjithatë rezultatet mungojnë.